Në Mitropolinë e Shenjtë të Beratit janë pritur dhe nderuar pjesë lipsanës së shenjtë të Shën Nikolës, të ardhura për herë të parë në katedralin e Beratit nga episkopata e Kishës Katolike Romane të Riminit, të cilët për 3 ditë u vizituan dhe u nderuan nga besimtarë të shumtë ortodoks. Për këtë ngjarje të shënuar, gjatë meshës së shenjtë, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Imzotasi tha: E pritëm me shumë gëzim dhe ngacëllim. Ishte hera e parë që vinte pjesë lipsani i Shën Nikolës, që vinte nga Rimini i Italisë, dhe ishte një gëzim i madh për të gjithë. Ishte një bekim dhe u lutëm të gjithë së bashku, u mblodh popullata dhe të gjithë sa kishin një shpreshtari dhe një dëshirë për të marrë bekimin e Shën Nikolës. Shën Nikola është një shenjtor si në lindje dhe perëndim nderohet me shumë shpreshtari dhe pikërisht mblodhe edhe shumë njerëz. U lutëm së bashku dhe kërkuam ndihmën, ndërmjetimin e tij për të gjithë komunitetin, për komunitetet tona si atë në lindje, pra të Kishës Ortodokse dhe atë Romano-Katolike. Dhe ky shenjtor është një urë lidhje i spiritualitetit të krishterë dhe të dy kishave. Ishte kënaqësi për të gjithë. Besimtarë të shumtë të gjitha moshave dhe zonave të vendit ndoqën me përkushtim ceremonialin e vizitës së lipsanës së shenjtë të Shën Nikolës në katedralin e Shën Dimitrit. Ne kemi ardhur nga Korça, jemi një grup besimtarësh, e kemi pritur me shumë ngazëllim, sepse kemi një nga shetët tonë që ne lusim edhe në qytetit tonë dhe kudo, në mbar vendin tonë dhe më tutje. Kemi plot njerëz që kemi pakëzuar dhe të afërm që mbajnë emrin e Shën Nikollit. Zoti i Madh të ndërmjetësoj për ne të gjithë, besimtarës dhe për të gjithë të tjerët, të na jap shëndet dhe mirësi. Kanë ardhur nga rrethet e tjera? Po, besoj po. Ashtu si dhe ne që kemi ardhur nga Korça, besoj kanë ardhur dhe nga mitropolitë e tjera patjetër. Kanë që të premte që kanë ardhur. Kemi 3 ditë që vinë besimtarë nga qyteti tonë dhe nga rrethet e tjera. Faleminderit dhe juve, është bekim për ne të gjithë. Jemi e kënaqur, u gëzuam shumë që kemi edhe një kujtesë shumë të vjetër se jemi besimtarë që Shën Nikollën e kemi shenjtë. Është shenjtë i madh. Për çfarë lutesh sot këtu? Për gjithë botën, për gjithë dynjan, në radhë të parë edhe për jetën e fëmijëve, edhe të jesë marrë qyse astit. Gjatë meshës së shenjtë, Ati Joan Çako shërbente pranë lipsanës së Shën Nikollit, duke ndihmuar besimtarët për të pasur kontakte drejt për drejt me eshtrat e shenjta. Ati Joani thotë se për ta dhe besimtarët ka qenë një gëzim shumë i madh që patën mundësi ta shikonin në Mitropoli pjesë të trupit të Shën Nikolës. Ne patëm gëzimin e madh që në këto 2 ditë të kishim mes nesh një pjesë të trupit të tij, një pjesë nga të eshtrave dhe pikërisht të krahut të tij të majt, i cili erdhi prej Mitropolisë Katolike të Brindizit dhe është një nga pjesët që mungon në lipsanin e tij që kryesisht ndodhet në bari të Italisë. Në bashkëpunim me Mitropolinë Katolike pra të Brindizit, ne bëm këtë event e pritëm me madhështinë që i takon një shenjtori të madh të kishës sonë para 2 ditësh, në datën 8 dhe sot kremtuam liturgjinë e shenjtë edhe pranë nesh kishim lipsanin e shenjtë. Edhe siç është tradita jonë, kur kemi një pjesë të lipsanit, është si kur të kishim vetë shenjtorin përse gjalli, sepse në pikërisht, ashtu siç ne i besojmë traditës sonë, shenjtorët janë të gjallë pranë Zotit, pranë Perëndisë dhe ndërmjetojnë pafund për të gjithë ata që luten me përullësi dhe me zemër butësi pranë Zotit, pranë Perëndisë. Në mesh u theksua se prania e lipsanit të Shën Nikolës shërben si urë e lidhjes vëllazërore ndërmjet kishave të hershme të lindjes dhe perëndimit, dhe ky universalitet përbën vetvete një mrekulli të këtij shenjtori.